ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح خلقت من كل شيء. Tatuazhi është një vizatim që shkruhet mbi lëkurën e njeriut, sidomos në pozicionet e ekspozuara të trupit dhe veçanërisht në fytyrë. Për realizimin e tij, përdoren lëndë ngjyrosëse dhe mjete të cilat shpojnë lëkurën. Qëllimi i tatuazhit është tërheqja e vëmendjes së të tjerëve dhe për t'u dalluar nga të tjerët. Mund të përdoret edhe gjoja për zbukurim ose i lidhur me legjenda si ndalimi i syrit keq e tjerë. Egjiptianët e vjetër besonin se tatuazhi ishte shëruesi i sëmundjeve dhe të ruante nga zilia. Tatuazhi konsiderohet edhe si një sakrificë që imiton sakrificën për zotrat, fallxhorët dhe magjistarët. Ekzistonin situata që burri ose i riu duhet ta ekspozonte trupin e tij ndaj llojeve të ndryshme të sakrificës, në mënyrë që të përfitonte hajër dhe mirësi. Vërehet se 5 deri në 9% e kristianëve dhe muslimanëve bëjnë tatuazhe, edhe pse e kanë të ndaluar nga ana fetare. Islami e ka quajtur të mallkuar atë që e kryen atë veprim, ndërsa kristianizmi e bëri të ndaluar atë në konferencën e Nikës. Pastaj e ndaloi edhe konferenca e 7 në mënyrë definitive, duke e cilësuar prej zakoneve të idhujtarisë. Gratë i kanë dhënë shumë rëndësi, duke e konsideruar si mënyrë zbukurimi, ndërsa burrat nuk kanë qëndruar në rolin e vëzhguesit, por e kanë provuar në trupin e tyre, sidomos ushtarët, të burgosurit dhe marinarët. Tatuazhi realizohet nëpërmjet 2 proceseve. I pari është me shpimin nga gjilpërat ose sendet të mprehta, të cilat shpojnë lëkurën, duke shkaktuar plagë mbi lëkurë, ndërsa procesi i dytë realizohet në ngjyrosjen e figurave. Shumë shtete kanë paralajmëruar rreth dëmit të tatuazhit dhe e kanë ndaluar atë, ndërsa Japonia miratoi ligjin për ndalimin e tatuazhit në vitin 1970. Në vitin 2003, Komiteti Evropian paralajmëroi rreth dëmeve të tatuazhit në trup, duke shpuar lëkurën me lëndë helmuese për shkak të ignorancës së njerëzve rreth këtyre lëndëve, të cilat përdoren në ngjyrosjen e vizatimit. Komisioni ka thënë se shumica e lëndëve të cilat përdoren në tatuazhe janë lëndë kimike, të cilat në origjinë janë prodhuar për të lyer makinat, librat dhe nuk ekziston asnjë udhëzim që e lejon përdorimin e tyre me asnjë lloj garancie. Komiteti Evropian ka shtruar pyetje në raportin e përgatitur rreth rreziqeve shëndetësore që vinë si pasojë e shpimit të trupit. A dëshiron ta shposh lëkurën tënde dhe ta lyesh me boj makinash? Raporti shton gjithashtu se rreziqet e shumë sëmundjeve të ndryshme, veçanërisht virusin e sidas, infeksionin e mëlçisë, bakteriet si pasojë e ndotjes së gjilpërës që mund të shkaktojë dhe kancerin në lëkurë, janë pasojë e tatuazheve. Gjithashtu, shkaktohet edhe sëmundja e infeksioneve të ndryshme për shkak të helmimit, duke mos harruar edhe ndryshimet e theksuara në sjellje. Në Europë ka njoftime edhe për raste të shumta vdekjesh, për shkak të tatuazhit në fund të vitit 2002. Pejgamberi alayhi salam e ka ndaluar tatuazhin para më shumë se 1400 vitesh, duke e mallkuar personin që e bën dhe atij që i bëhet. Ebu Xhahife përcjell se pejgamberi alayhi salam ka ndaluar çmimin e shitjes së qenit, çmimin e shitjes së gjakut, ai që e bën dhe atij që i bëhet tatuazhi, atë që e ha kamatën dhe atij që e shkruan, dhe ka mallkuar atë që bën piktura. Transmeton Imam Buhari.